Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë e Veriut, eurodeputeti Thomas Vajc në draft raportin vjetor të progresit për vendin, kërkon nga qeveria dhe aktorët politik që t'i përshpejtojnë reforma dhe t'i realizojnë ndryshimet kushtetuese. Njëkohësisht thekson se BE-ja dhe shtetet e saj anëtare duhet t'i përmbushin detyrimet e tyre. Dokumenti kritikon ngecjen në sundimin e ligjit, reformat në gjyqësor dhe luftën kundër korrupsionit, si dhe thekson polarizimin politik dhe mungesën e bashkëpunimit ndërpartiak. Maqedonia e Veriut aktualisht është në një pozicion të vështirë, pasi procesi i pranimit është bllokuar, pavarësisht disa reformave pozitive, progresi në agjendën e reformave të BE-s, veçanërisht në fusha kyçe si sundimi i ligjit, reforma gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit është i pamjaftueshëm. Kjo për shkak të fushatës zgjedhore, kapaciteteve të kufizuara në administratën publike dhe mungesës së angazhimit politik afatgjat. Ai thekson se Maqedonia e Veriut aktualisht është në një pozicion të vështirë, pasi procesi i pranimit është bllokuar. Është e thelbësore që të gjithë aktorët politikë në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht qeveria dhe deputetët nga shumica qeverisëse, ta njohin këtë urgjencë të re dhe të fillojnë të japin rezultate të prekshme, bindëse dhe të ndershme në këto fusha kyçe, pa vonesa të mëtejme. Këtë dokument Vajc thosë se do t'ia paraqesë Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian javën e ardhshme më 26 shkurt. Ky është raporti i dytë për vendin që nga viti 2022, pas atij të miratuar nga BE-ja vitin e kaluar.